Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur të përgatit një tortë të shpejt për me kafe që ju kënaq. Krejt çka ju nevojiten prej përbërësve janë 5 vezë në temperaturë dhumës, një gotë të çajit ujë të nxehtë pra të val, një gotë të çajit me vaj, një pluhur përpjekje për ndryshe peciv, 2 sheqer vanile, 200 ml me qumësht të ftoft, mandej 220 gram, 30 gram me sheqer, këto copsat e çokoladës, nëse s'keni gryni me gryse, edhe 350 gram me miell. Bismillah, fillojna me përgatitjen tek mikseri, pra i hedhim vezët, mandej shtojna sheqerin edhe sheqer vanillet, i tundim vezët me mikser derisa të bëhet një mos kremoze. Furrën e kom shumën të pra në temperaturë 180 gradë, tepsin e kom ly pra normal, në fakt letrën përpjekje e kom qit me buter si gjithmonë të gjalp ose ju me vaj. Shtojna sheqer vanillet edhe elçojna mikserin. Pluhurin përpjekje kom qit tek mielle e përzina lojna hazër. Pasi që e kemi rahur vezët, siç po shihni në mos kremoza, tash të bismillah herën ujin e nxehtë pra butaj, prej bakaret të kemi bërë. Shtojna vajin, shtojna qumshtin, edhe tash shtojna pra miell. 350 gram me miell, përzier me një pluhur përpjekje, për ndryshe peciv. Tash marrim këto shtrojzër që janë sopsa çokoladës, edhe qesin e kojnë gjysë grushtin në parë. Edhe brumin e kemi përzi. Tepsin, pra si që thash, e kemi bë hazër të ashte, e në hojëm normal mikserin edhe qesin, pra brumin në tepsi. Bismillah. E kemi hedh edhe brumin në tepsi, tashte e përzina qështu kapak me një lugë edhe shkuddim tepsin pak, që tjetë mos a brumit të drejt, dhe me njëherë e fusim pra tepsin në furrën e nxehur në temperaturë 180 gradë. E kemi pjekë edhe tortën për 35 minuta, pra në temperaturë 180 gradë, si gjithmonë, me një rëmojse e shikojna, pra kur brumi nuk ngjitet atëherë edhe tortja është pjekur, e butë si pamuk, kom la me ftof, tash për mija qes 200 gram çokoladë, pra glazur, çokoladë që e kemi shkry mbi një enë me ujë të val. Bismillah, e qesim pra edhe çokoladën e shkryer. Mundën edhe pajaqit, me lang shto, pa çokoladë, mija mi burri kanë qef, kërto që ja marrojna qefin. E shtrina edhe çokoladën për mi, pra e lyna. Edhe anash me të njëjtën, kur të stërpik qështu. E kemi bo prerjen, e kom ly me çokoladë pra glazur, e kom dekoru qështu, që përshepni, mundeni me kokas, me qka dani, kështu që bismillah, bismillah. Pa muk, edhe pse mrena hala nuk ushtuf mirë, nga jashtë po, duket pra kështu, shije perfekte, me ju knoq, me kafe, kështu që
Ja vlen ta provoni se cila motër. Faleminderit për përkrojnë që ma beni, neve na beft mirë, ju po ashtu nëse provoni deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, ju them miru po fshim.